Koncepti i grantit të performancës për bashkitë do të thellohet gjatë këtij viti. Kjo u bë me dije nga Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Dema. Por çfarë nënkupton kjo dhe cilat do të jenë ndryshimet në raport me vitin e kaluar? Një grant i merituar nga qeverisja lokale bazuar në performancë. Në fakt, gjatë vitit të parë që u implementu ky grant, ishte një grant i cili ishte 50% donatorës dhe 50% i qeverisjes qendrore, dhe që ta bëj të qëndrueshme këtë duhet që granti të fillojë vit pas viti të jetë më shumë i qeverisjes qendrore se sa i donatorëve. Dhe bashkitë do kenë mundësi të përmirësojnë pak më mirë një shërbim, do kenë mundësi të investojnë diku. Domethënë është një gjë shumë pozitive për qeverisjen lokale. Ajo që ne themi dhe evidentojmë tani dhe që kërkojmë, dhe që bashkitë, 61 bashkitë kërkojnë, është vendosja në start të barabartë të 61 bashkive. Nëse në vitin e parë të grantit ishte më shumë një grant që ndihmonte bashkitë të shkonin në start të barabartë, tani duhet ketë disa kritere të cilët e vlerësojnë bashkinë me të vërtet vlerësojnë punën e saj. Punën e saj në drejtim të menaxhimit të financave vendore, që është shumë e rëndësishme, pra mos gjenerimit të borxhit, rritjen e të ardhurave nga ana e bashkive, përdorimi me eficiencë këtyre të ardhurave nga ana e bashkive, që e tregon dhe raporti i financave vendore. Çështja është monitorimi i përmirësimit të shërbimeve. Pasi vit pas viti ne duhet kemi shërbime të përmirësuara, si po shkojmë edhe këtu lidhet edhe kjo me procesin e integrimit, ku bashkitë duhet plotësojnë standard për shërbimet, standardet e BE-s. Dhe është një ndihmë për bashkitë në këtë drejtim. Megjithatë, përveç grantit të performancës, sipas Farricit, duhen edhe incentiva të tjera nga pushteti qendror për të rritur konkurrueshmërinë dhe performancën e institucioneve vendore. Ka një grant konkurrues nga ana e qeverisjes qendrore për investime në pushtetin lokal. Mendoj që ky grant konkurrues duhet të ndahet. Një grant i cili të shkojë me një formulë dhe një grant tjetër le të jetë një pjesë e grantit të jetë konkurruese. Pasi ky grant konkurrues në përgjithësi përjashton kryesisht bashkitë e vogla, të cilët kanë nevoja, por nuk kanë kapacitete të mira për të hartuar projekte të mira për të qenë konkurrente me bashkitë e mëdha. Më shumë këto grante konkurruese i fitojnë bashkitë e mëdha. Atëherë që të mos mbeten të përjashtuara edhe bashkitë e mesme e të vogla, do të ishte mirë që ky grant mund ndahej në 40% të ndahet me formulë ose 60% të ndahet me formulë dhe të përfitojnë të gjitha bashkitë, por që të jenë të dedikuara për investime, dhe 40% ose 60% pastaj të jetë për grant konkurrues. Gjatë vitit 2025, në total janë alokuar rreth 4 milion euro si grant performance për të gjitha bashkitë e vendit.